Maqedonia është një nga blerësit e softverit për spionimin dhe ndjekjen e qytetarëve përmes kompjutorëve dhe telefonave celular. Në listën e blerësve në kompaninë Elaman GmbH, që është shpërndarëse e softverit për përgjim të sofistikuar FinFisher, që prodhohet nga kompania Gamma Group International, është edhe Maqedonia. Por nga ana tjetër nuk dihet se kush është poseduesi i këtij sistemi përgjues, ndonjë nga institucionet e sigurisë apo ndonjë nga operatorët e telefonisë. Me këtë softver ndiqen dhe lexohen të gjitha të dhënat e kompjutorëve personale dhe telefonave të qytetarëve. Me këtë ndiqet gjithçka që punoni në kompjuterin tuaj, hapjen e faqeve të internetit, çka flisni në Facebook apo Skype, apo edhe çfarë shkruani me tastaturën tuaj. Asnjë nga antivirusët apo programe speciale nuk mund të detektojnë apo parandalojnë këtë softver, pasi që softveri instalohet në kompjuterin tuaj përmes Mozilla, Google Chrome, Windows e tjerë. Kompania prodhuese Gamma Group International, tashmë 15 vite, punon në tregun botror me pajisje të tilla, por ajo kryesisht i shet softverët e saj në mënyrë sekrete dhe klientët janë qeveritë e vendeve të ndryshme. Deri tani me softverin përgjues janë pajisur edhe qeveritë e Çekisë, Austrisë, Bullgarisë, Hungarisë, Gjermanisë, Holandës, por edhe 30 shtete tjera të botës. Këtë program sofistikues e kanë poseduar edhe regjimet e deritanishme të Libisë dhe Egjiptit. Nga dokumentet e siguruara nga regjimi i Mubarakut, rezulton se janë paguar 380.000 euro për blerjen e këtij softveri. Por kompanitë e softverëve si Mozilla tashmë do të hapin një proces gjyqësor kundër Gamma Group International për shkak të keqpërdorimit të licencës dhe prodhimeve të saj.